Eksperienca e bën goxha shumë të vetën, Vlera, besom sa po evolon teknologjia, po evolojnë edhe skeme. Do të thonë avancohet mundësia për me të mashtru. Avancohet goxha shumë, po janë disa paterna, cilat që nëse i ndjek, mund është realisht mi vrejt edhe mu distancu prej atyre punave. Një ndër indikator këç është nëse s'lidh kontrat në platformën adekuate. Për shembull, unë platformën që mas shumë të e rekomandoj, po jo të vetmen, edhe për cilën vazhdimisht i informoj dhe i trajnoj rinin tonë, po edhe jo vetëm, është platforma Upwork. Edhe sa një parë që ja u thamë është të vjeni kontrat ose të vjeni ofertë për punë, ke apliku po ta kthem, po të kërkon që me dalë jashtë platforme, ose po të kërkon që me kry punën pa ta lidh kontratën, skam, 100%. Çfarë është indikatori më i fuqishëm që ti mundesh me ditë. Tani janë disa elemente tjera të vogla që ta mundsojnë ty me kon më mirë informum. Tash ti s'mundesh vetëm pas aty ne me ditë sigurt, po e keni farlloj risku ashtu, më thonë okay, unë du na me konë pak ma vigilant në qëto puna, edhe me thonë, okej, në qëto nashta i shkon ma mirë mësë më apliku, ose në qëto i shkon nashta ma mirë mësë më marë parasysh. Ose edhe nëse komunikon me qatë person cili t'ingllon skam, atëherë ti me konë ma vigilant, që okej, unë e punën ta kry, po dërgo ma kontratën. Po, jam gjendje që tash me fillu, po dërgo ma kontratën. Cila është tena? Tash, ti përveç që jetu e bo punën e freelancerës, ti njëkohësisht e ki edhe një coworking space, edhe që do më thonë aty shfrytëzohet kjo hapësirë prej njerëzve të tjerë cilë punojnë online. Po aty ti njëkohësisht ofron edhe konsulta, qysh me, do më thonë, për me japë qëto, do më thonë, indikacionet ose hapat që duhet me indjek. Po, qka ke vrejt të rinia që e frekuentojnë qendrën atë zyren e juj, do më thonë për konsult, qka ka rinia ju në ma shumë avantaj për me qeni përfshi në punën online? Shumë pyetje me vend Vlera. Unë besoj që rinia Kosovës, rinia jonë në përgjithësi, ka goxha shumë potencial. Jo vetëm në aspektin e shkallësive që i posedojnë, në njohjen e gjuhës angleze, po edhe në mënyrën e lifestyle që kanë, mënyrën që jetojnë jetën, ambicet që i kanë, vullnetin që e kanë përgjithsisht për jetë. Ndoshta e kum pas pak fatin, po kjo është diçka që unë në vazhdimsi e kum pa të rinia jonë. Tash, kur vjen puna te sfida më e madhe për me ndërtu një karrierë suksesshme, është mi ditë këtë që ato trikat e vogël, që ato detajet e vogla që ta mundsojnë ty me shku për para. Ka shumë informata, kudo që ti lyp, mundesh me marrë një informat, se qysh me hap një profil. Edhe në sen që vazhdimisht të shoh të rinia jonë, është që hapin profile, po mbejt që ato. Do me thonë, në fillim kur pa ta startu, pa ta bisedu me një freelancera, e cila pat tentu me depërtu në tregun online të punës për 4-5 vite që është të diçka, edhe nuk ka arrit me depërtu në tregun online të punës. Krejt kjo ka se janë kanë disa elemente të vogla që normalisht ajo se ka pas atë informat për me mujt me depërtu. Tjetë në rast se kom pas me një freelancer tjetër. Do me thonë është diçka që vazhdimsi ndodh. Se ti e ki informatën, po qysh me implementu qatë informat. Për shembull, në botën digjitale, nëse lypti informata për Upwork, qoftë ajo YouTube, Google, në qka do qoftë, ti ke informata të specializume për vendet ndërkombëtare. Nuk i shumë për Kosovë. Me thonë, Kosova nuk figuron, do me thonë, a është penalizim që kë? Është penalizim në vetë në disa aspekte, po edhe në faktin që për shembull nuk mundesh me gjetë shumë informata se qysh për shembull më shfrytzu Upwork në mënyrën më të mirëpunshme, po ama për Kosovë. Se fillimisht Kosova nuk mundesh me shtu si shtet në Upwork. Duhet me janë disa loopholes, disa elemente që ti duhesh me shfrytzu, mënyrë për me mujt me hap profilin. Gjithashtu për shembull, hajt po supozojna se po dëgjon për një amerikane që është më bëj suksesshëm në Upwork. Lokacioni ku na qëndrojmë, nuk përputhet. Ka lun rol, goxha shumë lun rol. Në ato se qysh mundesh me ndërtu të profilin. Ti mundesh me bë titles, skillsat, apo komplet me ndërtu profilin, qysh ta rekomandon ty individe. Do me thonë këtë rast hajt për supozona një Amerikan, po tani janë dhe elemente tjera që
Te nuk përputhen, për faktin se ne po supozojnë hajte të çmime. Amerikani thotë që freelancera zakonisht paguhen me një çmim pak më të lartë edhe për shembull programerat në Upwork specifikisht startojnë prej $15 ora e mrrin deri në $324 ora. Një këshill konstante që japet është që mos shko shumë poshtë për arsye se tani nuk tingëllon ekspert. Je heziton më shumë kompanit me të marrë, që është reale, plotësisht. Vetëm duhet me ditë disa elemente tjera për rreth që me ndërtu këtë kasë dhe me pas sa është të përshtatshme për ty. Për shembull, nëse ti janë fillimet e tua, normalisht që ti s'mundesh me jap një çmim kaq të lartë. Se kur përflasim për Amerikanë, ata nuk e lojnë çmimin $15 ora. Unë vetëm me jepja si statistikë sa është burgu. Tash ti për shkak të pendençan një Amerikan pelen çmimin për shembull $30-40, $23, edhe normalisht që s'kemë mujt me pas sukses. Mënyra që ndërton ti profilin për shembull, sene që ti highlight, normalisht që nuk ka me pas sukses. Çka është e rëndësishme me pas parasysh është që duhet me ditë me analizu çka kërkon klienti kur është u lyp për një punëtor prej ballkonit. Çka është u lyp klienti specifikisht prej teje. Edhe me ditë me fol klientit në atë mënyrë. Sikur për shembull don me shku me ble diçka edhe po dalon, hajde ka orë me ble diçka tonë, edhe po dalon edhe po të foli. Për shembull për gota ti orë me ble laps. Normalisht që s'ka mu përputh që ajo informatë që unë po ta jap ty, për atë informatë që unë jam të jetu e kërku. Që është gjithmonë e nevojshme me shiku qëto aspekte tjera kur të ndërtosh profilin. Unë tu e pas se këtë mungesë në shoqërinë tonë, tu e pas se sa kufizum edhe jena në gjetjen e informatave, që nuk është një individ që thotë, hej, çka do që ki, hajde mu pyetëm. Hej, mund është me gjetë një këshill të one, edhe mund është sa artit kish nevojë marrë dhe më orientu të one. Unë e kum ndjek këtë nevojë shumë në startimet e mia. Edhe që kjo është arsyeja më e madhe pse kum hap nisjen.